angazhimi marrë nga të gjitha qeveritë e mëparshme, por është një fakt pjesë e përditshmërisë jetës së përditshme të shqiptarëve fal Giorgia Melonit, fal kësaj qeverie. Mund të them që gjithsa tha pak më parë presidentja Meloni shkon në drejtimin e asaj që është përthellimi i kësaj marrëdhënieje dhe është njëherë është drejtimi i thelbit të kësaj lidhjeje të veçantë, të këtij partneriteti strategjik që më në fund shoqërohet nga kantiere të mëdha. Energjia. Kemi një nga projektet më të mëdha në Europë për energjinë, i cili po ecën përpara për të kontribuar ndaj sovranitetit energjetik të Europës përmes linjës interkoneksionit mes Shqipërisë dhe Italisë me pjesëmarrjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, por jemi tashmë duke punuar për një tjetër projekt të madh, i cili do të lidh lindjen me perëndimin dhe që do të përfshinte në të shtete si Rumania, Bullgaria, Greqia dhe Italia dhe Shqipëria, dhe që është një rëndësie të madhe strategjike. Pastaj kemi dhe kulturën. Nëse nuk do ishte e pranishme kultura, do të thotë që Italia nuk do të ishte e pranishme. Dhe kjo gjë nderon këtë qeveri, por nderon edhe ministrin e saj. Jam i lumtur sot që ju bashkohem juve në kritikat që do t'ju bëhen nga shtypi, pasi ju adhurojnë veçanërisht nga sa kam parë, por për sa më takon, më në fund, pas kaq shumë vitesh, kemi një marrëveshje konkrete për të bërë bashk një strukturë me rëndësi shumë të madhe europiane, siç është Maxi i Romës, së bashku me galerinë tonë kombëtare. I dashur ministër, shpresoj që Muzeu i Artit Italian në Shqipëri do të jetë një tjetër fakt konkret dhe shpresoj që të jeni pikërisht ju ai që do të hapni dyert tek këtij muzeu. Pra, për ta mbyllur, do doja të shtoja që do t'ishte me të vërtet qershia mbi tort nëse në vitin 2028, vit në të cilin Italia do të marrë kryesinë e Këshillit Evropian dhe kur Giorgia do të mbaj rolin e dy fisht, atë të kryeministresit të Italisë dhe të presidentit të Këshillit Evropian, po qeshni, por koha do të kaloj dhe do ta shihni që un kam gjithmonë të drejtë. Gaboja kur isha më i ri si ministri i kulturës, por tani që jam një veteran, besoj se nuk gaboj. Dhe kështu, pasi të kemi përfunduar negociatat teknike në fund të 2028, do të mund të nisim punën për negociatat politike. Nëse duke nisur punën për këto negociata, përgjegjësia do të jetë e Giorgias, do të thotë për ne që do të jemi në duart më të mira të mundshme, që të mund të hapim atë derë e cila qëndron e mbyllur prej nesh prej qindra vitesh. Dhe ne, siç thash edhe gjatë mbledhjes, e kam thënë këtë edhe në raste të tjera, ne jemi gati të bëjmë një marrëveshje me Bashkimin Evropian për të mos përdorur as veton dhe as votën, nuk na intereson. Ne jemi tar fanatik të vlerës europiane dhe nuk kemi asnjë qëllim, asnjë mendje të vendosim veto, dhe do të thotë që jemi gati të nënshkruajmë që mund të përfaqësohemi nga komisari europian italian. Do të ishte shumë për ne të kishim dy komisar, do ishte shumë të kishim dy komisar për të njëjtin vend, pasi ne jemi i njëjti vend. Ju falenderoj shumë dhe jam me të vërtet i nderuar dhe mirënjohës
për gjithë sa po bëjmë së bashku, por sidomos për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. E thash më parë, kur ne shkojmë në NATO, pjesa më e madhe atyre që marrin fjalën thonë që ajo ditë është një ditë historike. Unë nuk është se kam parë ka shumë gjëra historike atje, por këtu sot është një ditë historike, pika e parë. Dhe së dyti, nëse në takimet të tjera falenderojmë gjithmonë për mikpritjen që të tjerat na japin, më duhet të them që me këtë nivel mikpritjeje në këtë pallat kaq të bukur, dhe me këtë atmosferë kaq të bukur që ju na bët të përjetonim, nuk keni sipas meje të dytë, nuk keni konkurrent. Po unë jam i anshëm, dihet, nuk jam objektiv në këtë që them. Shumë faleminderit. Grazie al primo ministro. Apriamo alle domande. Faleminderit zoti